pse vendoset kandidosh në Tiranë për deputet? Ta të regoj unë me 2 fjalë. Jo, me 2 fjalë. Se pasaj e mbyll me zotin... 2 fjalë. Okej. E para, oferta më erdhi nga Koalicioni Euroatlantik dhe e vetmja parti politike që ma ofroi këtë ofertë. Okej. Dhe pasi kisha studiuar një prononcim partive politike, kryesisht 2 partive të mëdha, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, duke qenë se unë kisha punuar në gjithë Shqipërinë dhe sipas mendjes time gëzoj një farë reputacioni dhe respekti, dhe duke qenë se Tirana është me përbërje elektorëgjene ku 1/5 e popullsisë është nga komuniteti Dibran, pash se Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në listat e mbyllura nuk ka futur asnjë kandidat nga Dibra. Mendova t'jem një ofertë për komunitetin Dibran, për t'i kërkuar votën të djathtëve dhe të majteve, që t'jem unë përfaqësues i tyre, sepse 2 partitë e mëdha i duan Dibranët për t'u dhënë vota për të quar kushrit e kryetarëve në parlament, po jo për t'u përfaqësuar Dibranët me Dibranët. Faleminderit. Ate, zoti Pullundi, edhe një pyetje për ta mbyllur emisionin me ju. Pse, po themi, karone për deputet për herë të tretë? Dhe pse nuk pretenduat për listat e hapura dhe cila është fryma, do të thënë, që ju keni kaq eksperiencë politike gjatë, një figurë e njohur, kryetar komisionesh, ke një volum politik shumë të madh, ke edhe një legacy pa një lidhje familjare politike me Partinë Socialiste, mund të pretendoni, po themi, kushte më komode, më të sigurta. Pse vendos? Në qoftë se do ta gjykojmë në një aspekt personal, mund të mendojmë edhe kështu, po. Në rast se pastaj unë përfaqësoj realisht dhe falenderoj për gjithë për mbledhjen që i bëri aktivitetit tim, edhe për mua e rëndësishme ajo që është primare që të fitoj Partia Socialiste në këto zgjedhje. Besoj që jam një kontributorët në këto 8 vjet që kam ndihmuar në fitoren e forcës politike dhe vazhdoj të ndihmoj edhe në fitoren e 11 majit. Kodi zgjedhor ishte i tillë dhe them të drejtën, realisht preferoj më shumë të jem në listë të hapur për të parë mbas 8 vjetësh karrierë politike, aktiviteti politik, të shikoj se cila është mbështetja që kam në elektorat, qoftë edhe personalisht për punën që kam bërë deri më sot. Ndihem komod në këtë pozicion, pra të listës së hapur. Në fund fare, edhe në rast se nuk do të më besojnë edhe nuk do të arritje në parlament, nuk është fundi botës, nuk do të thotë që lindë edhe duhet zdesër se zbën politik, mund të bësh edhe punë të tjera. Unë nuk jam me mentalitetin që me që fitove një eksperiencë të madhe në këtë fushë, nuk di të bësh gjëra të tjera diku tjetër.